Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 73 vjeçe dhe prej vetëm 3 muaj që jetoj në Tiranë. Para kësaj kam jetuar jashtë Shqipërisë për vite me radhë, prandaj shumë gjëra këtu për mua janë ende të reja. Njerëzit, mënyra si flasin, si njihen apo si krijojnë lidhje. Ndonjëherë ndihem sikur jam mësuar ose sikur po mësoj nga e para se si funksionon shoqëria. Atë mbrëmje po bëhesha gati për të dalë me shoqet në blok. Isha veshur shumë bukur, kisha kohë pa dalë dhe doja të dukesha perfekt. Vendosa të marr një taksi sepse isha me vonesë. Makina ndaloi para pallatit. Shoferi ishte rreth të 40-tave, tipi hapur që fliste në momentin që hipa. Ku do shkosh? Në blok, i thash. Nisi rrugën dhe pas pak filloi muhabetin siç bëjnë shumica e taksive. Fillimisht pyetjet e zakonshme. Nga je, çfarë bën, sa kohë ke në Tiranë? I tregova që sa po isha kthyer nga jashtë dhe po përpiqesha të përshtatesha. E kuptoj, më tha, këtu duhet me i njoh njerëzit mirë, jo të gjithë janë si duket. Nuk i thash shumë rëndësi. Pastaj papritur më tha, nëse do të njohësh në një djalë të mirë, kam një që është shumë serioz. Është me lek, i rregullt, kërkon lidhje. U habita pak. Nuk isha mësuar që një i panjohur të më sugjeronte kështu dikë. Qesha letë. Po mirë, ma jep një herë. Ai nxori një letër të vogël dhe më dha një numër telefoni. Merre, është djalë i mirë, nuk do zhgënjehesh. Mora numrin, më shumë nga kureshtja se sa nga interesi real. Mbrëmja me shoqet kaloi shumë bukur. Qeshëm, biseduam, u ndjeva shumë mirë. Por diku në mendje më rinte ajo situatë me taksistin. Kur u ktheva në shtëpi isha vetëm. Pash numrin në telefon dhe nga një impuls vendosa të telefonoj. Përshëndetje, i thash. Zëri në anën tjetër ishte i thellë dhe i qetë. Filluam të flasim. Ai u prezantua si një biznesmen, tha që kërkonte diçka serioze, ishte i vendosur në jetë. Biseda shkoi perfekt. Ndoshta shumë më mirë se sa unë e imagjinoja. Vendosëm të takoheshim pas disa ditësh për një kafe. Dita erdhi. U bëra gati, por këtë herë me një ndjesi të çuditshme. Nuk e njihja fare këtë njeri. Shkova në vendin ku lam takimin. Kur e pash, u shtanga. Nuk ishte djali që kisha imagjinuar. Ishte një burr rreth të 50-tave. I veshur mirë, por shumë i madh se sa unë e kisha menduar. U afrova mezit tim. Ti je? Më pyeti. Po, i thash. Ulëm, në fillim u përpoqja të jem e sjellshme. Mendova ndoshta ka ndodhur ndonjë keq kuptim. Por sa më shumë fliste, aq më shumë kuptoja që diçka nuk shkonte. Fjalët e tij nuk përputheshin me ato që më kishte thënë në telefon. Filloi të fliste për para, për punë, për lidhje që nuk i kuptoja mirë. Pastaj shumë shpejt e bëri të qartë që nuk ishte aty për një lidhje serioze. Unë mund të ndihmoj nëse edhe ti je e hapur, më tha duke më parë drejtë në sy. Aty gjithçka u bë e qartë. Nuk ishte ajo që më ishte thënë. Nuk ishte ajo që unë kisha menduar. Ndjeva një ndjesi të ftohtë në trup. U ngrita menjëherë. Më vjen keq, por kjo nuk është për mua, i thash. Ai buzëqeshi në një mënyrë që më bëri edhe më me shumë siklet. Si të duash. U largova pa e kthyer kokën pas. Gjatë rrugës për në shtëpi, mendoja vetëm një gjë. Sa e lehtë është të besosh diçka që duket e thjeshtë, sa e rrezikshme mund të jetë një sugjerim i pafajshëm. Ajo natë më mësoi shumë. Jo çdo njeri që duket i mirë është i tillë. Jo çdo fjalë duhet besuar. Në një qytet që ende po përpiqesha të kuptoja, duhej të isha më e kujdesshme. Ndonjëherë, një takim i vetëm të hap syt më shumë se çdo këshill.